Përshëndetje shikues zot monitor, jemi në një episod të ri të podcastit ton Business Plus. Këtë vit po flitet me shumë insistim për konceptin e ekonomisë cashless i promovuar kryesisht nga qeveria dhe kryeministri. Për të folur rreth kësaj çështje, kemi të ftuar në podcastin ton zotin Artan Gjergji, ekspert i tregje financiare. Përshëndetje zoti Gjergji, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kur flitet për ekonomi cashless në kushtet e Shqipërisë normalisht në momenti i parë ka një reagim skepticizmi duke pasur parasysh faktin që ne jemi një ekonomi me përdorim shumë të madh të paras kesh krahasimisht me tregjet më të zhvilluara apo deri diku edhe me tregjet fqinje të rajonit. Nga këndvështrimi juaj sa realiste tingëllon të flasësh për një ekonomi cashless në një horizont, po themi afatmesëm deri në vitin 2030. Nisma më e fundit e qeverisë në lidhje me ekonominë pa para fizike, pa para cash, është një nisëm që në fillim të herës duhet përgëzuar, gjykoj unë. Është një nisëm që tregon një farë vullneti i qeverisë. Nuk e di pastaj se sa do realizohet kjo do implementohet kjo në realitet, po që në strategji të paktën është gjë pozitive. Është një gjë që duhet mirëpritur mendoj nga të gjithë aktorët. Nuk ka rëndësi kjo nëse janë institucione financiare, nëse janë ndërmjetës, nëse janë vetë qytetarët apo bizneset. Në gjitha rastet është një nisëm që në gjykimin tim duhet përshëndetur. Pastaj skepticizmi absolutisht është normal, e para duke filluar nga kultura financiare që ka vendi ynë dhe popullata po themi, në përdorimin e instrumenteve financiare, pagesa elektronike, instrumenteve elektronike, që janë kartë bankare, të debit apo kredite me radhë, apo pse jo dhe fintechët e fundit para elektronike. Pra, në këtë drejtim, në Shqipëri, për hir të së vërtetë, infrastruktura ka vite që është investuar nga aktorët e tregut. Pra, kemi një sektor bankar relativisht të mirë zhvilluar dhe të mirë investuar në të gjithë kapacitetet e tij, jo vetëm softwareike, po dhe burime njerëzore me radhë. Mendoj që deri në farë mase periudha e Covidit e shkundi sektorin bankar dhe sensibilizoi që të investoj shumë edhe në drejtim të pagesave elektronike, të atyre kanaleve e-banking e me radhë, dhe kjo pati efekt pozitiv. Kuptohet këtu pat suport shumë edhe nga Banka Qendrore, nga Banka e Shqipërisë patjetër, me lehtësimin e kostove me radhë. Dhe kjo në një farë mënyrë e solli bankingun tradicional më afër në shërbime digjitale. Në anën tjetër, pastaj gjithë e dim, kemi në 3-4 vitet e fundit licencim të mjaft subjekteve që emetojnë paranë elektronike, që për hir të së vërtetës kanë pas sfidat jashtëzakonshme, por më rezulton që disa prej tyre kanë arritur të mbijetojnë vështirësive të panumërta që ka tregu dhe vështirësitë fillojnë që nga kuadri ligjor, që nga pengesat rregullatore, që nga mungesa bashkëpunimit mes këtyre institucioneve dhe bankingut, pra bankave që i shohin si konkurrent, por pse jo nga njëherë edhe mes vetë njëri tjetrit është problemi. Pra dhe bankat me njëra tjetër nga probleme mendoj unë në pjesën e bashkëpunimit për hir të rritjes së një tregu gjithnjë më tepër të madh. Kështu që duke parë gjithë këtë lloj përmbledhje që unë bëra, pra që infrastruktura ekziston dhe është bashkëkohore, sepse duke qenë se është e re, kompanitë fintech, bankat janë investuar në teknologjitë më të fundit. Unë mendoj që infrastruktura është. Pra, aktorët janë gati, kuptohet, ka prapë për të bërë, po që bankat janë gati, fintechët janë gati, instrumentet financiare nuk mungon, informacioni nuk mungon. Kështu që vullneti i qeverisë u shpreh së fundmi, çka tregon që është një gjë pozitive. Kështu që vetëm një gjë që ka mbetur është implementimi dhe sa do aftë do jemi ne të arrijmë të implementojmë këtë lloj strategjie. Dhe kur themi ne, themi përfshirë dhe ne këtu me këtë podcast që bëjmë, në mënyrë është edukim financiar që bëjmë, sa të aftë jemi të përçojmë te qytetari thjesht përfitueshmërinë që ai ka nga pagesat elektronike, sepse unë kam shumë të rëndësishme mënyrën e filozofisë si mendohet. Pra, unë personalisht do doja që mos kishte detyrim për konsumatorin që t'i zbatonte apo të hiqte keshin apo të bënte pagesë elektronike. Unë do doja dhe mendoj që kjo do ishte dhe e drejta, që qytetari të ndjente benefitet e përfshirjes së një transakcion financiar. Pra, të kishte kosto më të lira, atë aplikacionin ta kishte sa më të thjeshtë të përdorur dhe mendoj që ndoshta aktorët e tregut financiar, pra bankat, institucionet financiare, jo banka,
institucionet e pagesa elektronike, institucionet e open banking, pra të gjitha këto të ishin sa më user friendly, sa më të thjesht përdorura në një anë, në anën tjetër të investohesh sa më shumë tek edukimi financiar, pra t'ja bëjnë sa më të thjesht qytetarit që të përfshihet në këtë proces, sepse qytetari nuk i ndryshon asgjë, vetëm se i bëhet jeta më e thjeshtë, sepse kostot, dhe kjo është një element që unë çuditem që vetë institucionet financiare nuk e reklamojnë, kostot e këtyre transaksioneve apo të gjithë infrastrukturës nga mbrapa e mbajnë vetë institucionet financiare, pra qytetarit e thon thjesht, nëse një produkt i kushton 1.000 lekë të reja, si e pagoj cash nga xhepi, si e pagoj me kartë, 1.000 lekë të reja kushton. Se ekziston ky perceptimi publik që po e pagova me kartë nuk kam kosto, unë si individ. Ndërkohë që kjo s'është e vërtetë fare. Pra gjitha kostot ndahen mes operatorit financiar që ofron këtë lloj shërbimi, pra atë POS-in apo atë kodin QR që është thjesht për paguar, dhe biznesi që po të shet mallin apo shërbimin, pra kostot ka një farë ndarje mes tyre. Ndërkohë që konsumatori final s'ka asnjë lloj koste, pra nuk i kushton asgjë ta bëjë këtë pjesë. Si rregull po, megjithatë kur flasim për pagesat në pikën fundore, pra transaksionet, pagesat për transaksionet tregtare, realiteti është që ka ende një, po themi, akses modest në instrumentet alternative të pagesave. Pra, në vitet e fundit ka një shtim të numrit bizneseve që ofrojnë POS-et të nxitura kryesisht nga kërkesa e turizmit, siç e tha dhe ju pak më herët. Megjithatë, një pjesë e madhe e bizneseve ende bëjnë rezistencë për të ofruar pagesë me POS ose me mjete alternative. Apo jo, madje në disa raste i ngarkojnë edhe kosto shtesë konsumatorit. Si mund të adresohet ky problem në fundit? Konstatimi juaj është shumë i saktë, Biznesi shqiptar ka rezistuar sepse këtu vim pastaj tek pjesa problematikës që ka sistem. Pra, por e kisha shumë nevojshme të thoja që në anën e konsumatorit dhe këtë do të kuptojnë njerëzit. Në anën e konsumatorit nuk ka kosto. Si pagove në cash, si pagove në pagesë elektronike, kosto konsumatori nuk i ka zero. Madje, unë e përmend shpesh herë të dhe në auditorë me studentët që keshi ka ato kostot që gjithë jetim. Ka ato kostot fizike për individin, pra se e humb, se ja vjedhin, se i digjet, se i vidhet e me radhë, pra janë këto kostot fizike. Ndonjëherë individi e ka të vështirë të kuptojë kostot e keshit. Nuk e kupton. I duket se keshi është falas, se nuk ka si kosto. Absolutisht, janë kostot e individit, pa e menduar fare koston që ka keshi në sistemin financiar. Prandaj ne këmbgulim se duket sikur her pas here edhe ekonomistët ose edhe gazetarët, sikur në një farë mënyrë bëjnë avokatësinë e sistemit financiar, nuk ka lidhje fare kjo. Pra, edhe po ta shohësh si akademik, absolutisht keshi ka kosto të jashtëzakonshme. Ka kosto për individin, pra i tham këto fizike, jo vjedhje, jo djegja, jo humbja, jo me radhë. Ka dhe fitimet munguara që ato para mund të ishin investuar me radhë. Ndërkohë që kostot më të mëdha të keshit i ka sistemi financiar dhe i ka të jashtëzakonshme. Qytetari nuk e di që një depozit prej, nuk e di, 1 milion lekë që e ka derdhur në Tiranë, kur shkon me pushime në Sarandë, do të marrë lekë nga bankomati. Nuk e mendon që paraja nga Tirana deri në Sarandë nuk vjen duhet transportuar, duhet ruajtur, duhet sigurohet, po raportohet, po sigurohet, po ka një sër kostosh që njerëzit nuk i dinë dhe nuk e vrasin mendjen për ta shohur. Kështu që kostot të jashtëzakonshme ka keshi, kjo është besoj, si më thon, një gjithëpërfshirje të gjithë subjekteve, sepse i bën mirë ekonomisë, sa më shumë reduktohen kostot e transaksioneve, aq më mirë është për ekonominë. Tash i vim tek problematika e penetrimit në treg. Te ne tham, në anën e konsumatorit përsëri, po të përdorim mjete elektronike, pra cashless, pa nuk ka kosto. Ndërkohë që rezistenca deri diku vjen kryesisht nga biznesi dhe kjo është e vërtetë, pra nuk janë bankat për të vërtetë, ndoshta bankat kanë qenë apo institucionet financiare kanë qenë pak të avashta ndoshta në të agresivitetin apo në konkurrencën apo në tentimin për të zgjeruar rrjetin e tyre të bizneseve me mjete elektronike pagesa, por rezistenca është e fortë nga bizneset sepse është ajo kosto që ata paguajnë. Por mendoj që situata po ndryshon për disa arsye, edhe më përpara se të vinë turistët. Unë mendoj që turizmi i ka dhënë një super zhvillim pozitiv kësaj gjë, po edhe më përpara kishte filluar ndryshonte. Pse? Sepse bizneset shqiptare, sidomos ato të voglat, kanë arritur ta kuptojnë, sidomos mbas Covidit, peshën e madhe që ka tregtia online, e-commerce, e shitja online. Pra, sepse në moment ju filloni shisni online, pra nëse unë e them shpesh këtë si shembull, zgjidhni një rrugë më të përdorur në Tiranë, rrugën e Durrësit, Ystym Shyrën, pra janë rrugët që kanë më tepër akses nga konsumatori. Merrni një dyqan aty.
maksimumi I njerëzve që hynë në dyqanin tuaj gjatë gjithë ditës, maksimumi është 100 vetë. Maksimumi. Pra dyqani më I mirë, rruga më e mirë. Pra, ju si biznes keni akses nga 100 klient gjatë gjithë ditës në dyqanin tuaj, në të cilët ajo që ne e quajmë conversion rate, pra sa veta blejnë nga këta 100 është shumë I vogël. Shkon 5 deri në 10% maksimum. Pra 10 vet blejnë. Kështu që kjo ta redukton shumë potencialin të shitjes. Ndërkohë që shitja online të jep mundësi që ti të kesh 3 milion shqiptar konsumator të dyqanit tënd, të rrobave që shet apo të mallit që shet. Dhe njerëzit këtë pushtetin e shitjes online kanë filluar ta kuptojnë. Në kanale deri diku jo fort komode, pra në vend që të bëjnë një website, jenë më serios, jenë më korrekt, fillojnë shesin në rrjetet sociale, por çon si kanë arritur ta kuptojnë pushtetin. Pra, pushteti I shitjes online është një pushtet I jashtëzakonshëm. Kështu që tash I thjesht duhet me bë bashk gjërat. Që do të thotë, këta bizneset sensibilizohen që të jenë korrekt, sensibilizohen që ai individi që është në pse pensep Shqipërisë mund ta blej me kartë atë mallin që ti shet. Pra nuk është e thënë domosdoshmërisht ta shes nga Facebooku apo nga Instagrami, dhe ky është një element shumë I rëndësishëm dhe këtu duhet bashkëpunimi I madh mendoj unë. Pra biznesi ka kuptuar këtë pushtetin, thjesht normalisht nuk është gati të paguajë kostot, por janë pjesë e procesit. Nëse ti do të rrisësh xhiron, nëse ti do të rrisësh shitjet, normalisht një farë kosto duhet ta kesh në këtë pjesë. Turizmi bëri një revolucion mendoj, kryesisht në njësitë e shërbimit, pra në këto pjesët dyqane, restorante, të zonat bregdetare, njësitë tregtare të zonat bregdetare, sepse ishin turistët ata që nuk pranonin të paguanin kesh për arsyet e sigurisë, ato arsye që ne përmendëm më parë, pra ata I japin rëndësi sigurisë. Ai nuk vjen nga Gjermania me parë kesh në xhep, se thotë mund mi vjedhin në hotel, mund mi vjedhin rrugëve, mund të më humbin etj, dhe çon kam kartën e bankës. Unë paguaj kudo, sepse janë qepur instrumentet në mënyrë të tillë që ne të paguajmë kudo etj. Edhe ne kur shkojmë jashtë shtetit, dikur unë personalisht, ju rrofej eksperiencën time, rezistoja në fillim. Për të paguar kur ikja jashtë me kartë, se mendoja do kishte komision. Një herë në një moment caktuar, ngelem pa kesh dhe u detyrova të paguaj s'kisha bëja me kartë. Kur erdha pastaj si I fiksuar pas transaksioneve financiare, shoh komisionin ishin qesharak. Tash me vete pse I kam dhënë stres kaq shumë ditë, por kjo ka ndodhur shumë vite më parë. Pra duhet them nganjëherë duhet bësh mbar dhe të kontrollosh kostot, as si diskutoj që kostot duhet kontrollosh. Edhe të kuptosh lehtësitë e kanalit dhe instrumentit në vetvete. Absolutisht, sepse iknim me kesh me vete, kur iknim me familjen dhe rrinim gjithkohës ku ti lëm, se në hotel si le do. Rrugëve po një shqetësim për janë rrisjet pra. Po që njeriu nuk I kalkulon këto pjesë. Ndërkohë që ai komisioni është kaq qesharak sa nuk di të them. Unë as 2% transakcion, pra për 100 euro ti paguaj 1 euro komision që ishte asgjë. Kështu që ky është një element shumë I rëndësishëm. Pra, turizmi ka bërë të vetën. Në fillim filluam që nga Covidi, pra biznesi filloi të ndryshoj konceptin, e pa që duhet të ishte më agresiv në shitje online dhe këtë e ka bërë. Tash nuk e bën nëpërmjet kanalet zyrtare, po e ka bërë. Në anën tjetër turizmi nxiti që mos trente thjesht tek shitja online, po trente të kishte edhe mjete pagesë. Kështu që unë mendoj që hallk pas hallke dhe çdo ditë më shumë ne po shkojmë drejt një ekonomie ku evazioni fiskal do apo s'do shkojmë të drejtim. Marr një aktor tjetër shumë I rëndësishëm, dhe qeveria ka bërë goxha detyra gjykojon, duke filluar çike digitalizimi I shërbimeve është një element shumë I rëndësishëm këtu. Unë madje shpesh herë edhe në ato forumet e biznesit e them diku me keqari e them, sepse duke qenë pro biznesi, tregu të lirë do doja të ishte kundërta, por e pranoj që qeveria ka qenë shumë hapa përpara në drejtim të digitalizimit të shërbimeve krahasuar me vetë biznesin. Biznesi sot e kësaj dite një pjesë e madhe nuk kanë akoma website, nuk kanë akoma faqe interneti, ëh. Por qeveria ka ecur në këtë drejtim. Megjithatë tek pjesa e pagesave, këtu do vija. Por qeveria nuk e ka bërë këtë gjë. Dhe mendoj, por në strategjinë e fundit që kemi parë të paktën, duket sikur e kanë seriozisht, pra duhet I fusin pagesat elektronike tek shërbimet e shërbimeve publike, si është pagesa ujit e drita me radhë, dhe ky është një element pozitiv mendoj unë, por që e lëm qeverinë më njanë, shohim që është pozitive edhe në drejtim fiskalizimit. Pra përtej debateve, përtej opinioneve kundër që kishte procesi I software-it të fiskalizimit apo këtyre akuza për korrupsion, ne jemi teknician, shohim pjesën teknike normalisht. Procesi I fiskalizimit ka dhënë efekte veta, avash, hallkat e zinxhirit po kopsiten dhe
bëhet gjithnjë më vështirë që në zinxhir të dalësh edhe të tentosh të bësh evazion fiskal, apo kuptohet nuk është perfekt, po që absolutisht krahasuar me disa vite më përpara, Pra sistemi ka përmirësim po. të drejtë. Pra, po them, gurët ose copat e puzzle-it po shkojnë në vendin e tonë, mendoj unë e shoh pozitive. Le të shpresojmë qeveria në strategji e ka seriozisht këtë gjë, sepse nëse e ka seriozisht, thash varet nga mjeti që zgjedh, ndoshta qeveria ka zgjedhur pak me detyrim të pjesën. Me që jemi te kjo Stekën ulën e stekës së pagesave në një nivel të caktuar, bërin me detyrim të një POS-i domosdoshmërisht e me radhë. Mendoni që duhet të dobishme imponimi i pasjes se një POS-i jo për të gjitha bizneset kuptohet, por për një pjesë të madhe të tyre. Besoj që mund të ndihmojnë. Unë në frym jam kundër. Pra unë do doja që biznesi ta kërkonte vet POS-in sepse do ta shihte që konkurrenti ngjitur, pra konkurenca, unë besoj që konkurenca nxit zhvillimin edhe të biznesit, pra jo qeveria. Nuk vjen me urdhër peshku gjëja. Pra, do ta shohin rrugës bizneset. Okej, ndoshta për momentin nuk është ky element, por rrugës do ta shohin bizneset që duke pasur mjete pagesë elektronike, është e kosto fizike, mas edhe të shesësh, të mbash kesh në zyrë është problem. Se do marrësh, njerëzit nuk e mendojnë dhe këtë koston e tjetër të transferimit të keshit. Një biznes që xhiron shumë gjatë ditës, i bie që mbledh shumë kesh në kasaforë. Dhe nuk është mirë ta mbajnë kasaforë. Do i duhet minimalja, ta marrin të keshin me çantë dhe ta çojnë në bankë. Edhe sikur për te rrugës të banka, njëri që do të vjedh, njëri që do të ruaj një muaj rresht deri një ditë të bëj goditjen finale dhe të marrë ato para që ti i ke fituar me shumë djersh. Pra, madje bankat janë investuar deri në pikën, një pjesë e mirë e bankave me sa di unë, edhe atë më ti kanë që ti mund të depozitosh kesh. Pra është super zhvillim kjo pjesë. Pra ti nuk ke nevojë të shkosh shpresësh në radhë, po çfarë bën? I der në llogarinë tënde të biznesit para direkte dhe shmang të rrezikun e keshit. Pra bankat kanë ecur në këtë drejtim, thjesht duhet që tashmë të koordinohen gjërat mes, mendoj unë, një koordinim perfekt duhet tashmë mes institucioneve bankare dhe institucioneve fintech, paras elektronike, të open banking, për të bashkëpunuar. Unë mendoj që duhet ta shohin njëra tjetrën si palë komplementare në këtë proces, jo si palë konkurrente në këtë proces. Sepse në momentin që zhvillohet tregu, pra ekoja e tregut, zmadhohet torta e tregut së sistemin absolutisht të gjitha palët janë win-win. Pra fitojnë vetë bankat e në ratë parë, se koston financiare të qarkullimit kesh dhe kanë bankat. Pra, nëse do e shija me sy të ftohtë, unë mendoj që bankat do të jenë partizanët e para të kësaj gjë. Sepse gjithë koston finale, pra edhe sikur institucionet e fintechut të hynë në treg, pra ata lëvizin para elektronike nga një account në një account tjetër, nga një llogarinë tjetër, ndërkohë që keshin e transferon banka me blindat e vet, me makinat e sigurisë, me riskun e ka vet banka nëse i goditet një nga konvojt e blindave. Pra, unë mendoj që në krye të kësaj stafete do jenë vet bankat interesuara që ta bëjnë të pjesë, që të reduktojnë keshin, që t'i hapin dyert bashkëpunimi me institucionet fintech, sepse në fundit ato facilitojnë pagesat. Madje në një farë mënyrë unë i shoh si pararoj që të bëj krahasimin, në qoftë se për shumë vite me radhë në Shqipëri institucionet e mikrofinancës janë parë si paradhoma e sektorit bankar. Pra nëse ti ishe një biznes i vogël, nuk merre dot direkt kredi në bankë, se do të kishe një farë rregulli të mbajtjes së të ardhurave shpenzime, një farë standardizimi, edhe njerëzit bizneset mbanin llogari në fletore matematike, okay? Dhe ishte pamundur të aksesonin bankën. Dhe ç'a ndodhi? Këtë bërshllëk, këtë diferencë e zbutën institucionet financiare, mikrofinancës. Pse? Sepse i edukonin qytetarë, fillin u jepnin shifra të vogla, i mësonin si të mbanin të ardhurat shpenzime dhe një farë mënyrë ishte bën edhe atë rolin e edukuesit të këtij kredimarrësit, mbi rëndësinë, mbi këstin, mbi datën, mbi korrektesën pagesë, mbi rëndësinë e të dhënave financiare, pasqyrës financiare, sa do e thjesht një pasqyrë financiare thjesht. Dhe ky biznes që e nisi marrëdhënien e kredisë me institucione financiare mikrofinanciare, mas 5 vitesh ishte kandidat perfekt për të qenë një klient i sektorit bankar. Unë mendoj që identik kjo logjik duhet të replikohet edhe në sistemin pagesa. Vetë banka duhet të jenë të interesuara, mendoj unë, që institucionet fintech, institucionet e parasë elektronike, institucionet që nuk janë banka, po që ofrojnë të gjithë këto facilitetet e pagesave, të kenë kuptohet derën e hapur në bankë dhe çfarë bëjnë? Do edukojnë ato. Janë 10 kompani të licencuara dhe mos jam gabim, 1 ose 2 janë akoma në proces. Pra janë 12 kompani, të cilat secila në kushtet e konkurrencës me njëra tjetrën, çfarë do bëjnë?
do bëhen sa më të thjesht përdorshme për qytetarin, do bëjnë reklam ta edukojnë qytetarin si ta përdori pagesën elektronike dhe benefitin kryesor mendoj unë nuk e kanë ato, se do marrin komision shumë vogla, e kanë vetë bankat. Pse? Sepse do reduktojnë koston e keshit në sistemin financiar. Pra, mendoj që duhet filloj të funksionojë kjo simbioza mes bankave dhe institucioneve financiare. Unë mendoj që janë shumë vonë madje, sepse tash unë vazhdoj të kom ngul dhe mendoj që duhet jenë bankat të parat që duhet jenë të interesuar, sepse kosto e keshit për bankat është jashtëzakonshme. Dhe në gjithë të proceset, as një centezim, pra as një qindark mos të fitojnë bankat me ky proces i pagesës elektronike, vetëm fakti që në një ekonomi pa kesh reduktojnë kostot që thamë të jashtëzakonshme për sistemin bankar, unë mendoj që janë shumë të fituara. Ndërkohë, çfarë ndodh? Rritet volumi i biznesit, nëse njerëzit kanë lehtësi pagese, do ketë më shumë mundësi konsumi, do ketë më shumë qarkullim në sistem financiar, çka do thotë përkthehet më shumë biznes, më shumë xhiro dhe vetë gjithë sistemi financiar. Në së fundit e diçka për mjedisin regulator, është fakt që siç po flisnim, licencimi i institucioneve të reja të parasë elektronike ka marrë hop sidomos pas vitit 2020, që u miratua ligjëri për shërbimet e pagesave dhe që transpozon direktivën europiane PSD2 apo jo. Në tërësi Banka e Shqipërisë pas kësaj periudhe ka marrë një rol shumë aktiv në tentativat e saj për të promovuar kanalet alternative të pagesave, qoftë duke lehtësuar konkurrencën, po qoftë edhe në disa raste duke ndërhyrë në çmime, duke vendosur disa kufizime për nivelin e komisioneve të aplikuara nga bankat tregtare. Në këndvështrimin tuaj, mjedisi regulator, a e favorizon mjaftueshëm zhvillimin e konkurrencës dhe zhvillimin e investimeve në këto tregje? Tash të jemi sinqert, unë nuk është se kam ndjekur me detaje dhe në mënyrë të përmuajshme zhvillimin regulator të paktën të sistemin pagesave. Kam ndjekur aq sa mund, sepse unë nuk jam as jurist në profesion, pra aq sa më ka interesuar dhe unë nuk mendoj që jo vetëm këtu në këtë sektor specifik që ju pyesni pagesa, por në asnjë lloj sektori në ekonominë shqiptare, Shqipëria nuk ka vujt për kuadër ligjor regulativ. Gjithmonë e kemi pas mirë. Edhe kurse kemi pas mirë na kanë dalë probleme, kemi modifikuar, kemi ndryshuar pak të një herë në 10 vjet, ligjet kryesorë janë ndryshuar, janë përmirësuar, janë harmonizuar. Jemi pjesë e integrimit bashkimin evropian dhe është pjesë e direktiva harmonizimit legislacioni me radhë. Që unë nuk mendoj që problemin e kemi tek kuadri regulator, dhe nuk di të them nëse është shtrënguar apo liruar me radhë në kohët e fundit, por di të them këtë që unë gjykoj që duhet ketë një bashkëpunim më të mirë mes operatorëve. Pra nuk është kuadri ligjor ai që i pengon. Mendoj që nuk ka qenë as regulatori që i ka penguar. Krejt e kundërta madje. Pavarësisht kërkesa, absolutisht ato do bëjnë punën e tyre, se mbrojnë në fundore mbrojnë interesat e konsumatorit, jo interesat e institucioneve financiare. Pra pavarësisht ndonjëherë duket si barrierë, regulatori mendoj që ka bërë punën e mjaftueshme edhe në përmirësimin e legislacionit dhe për afrim me integrimin me Bashkimin Evropian. Por në një farë mënyrë edhe me atë stick and carrot, pra herë pas here, diku shtrëngo, diku liro, që këtë ketë dhe fakti që janë 12 operatorë të jetë licencuar dhe 2 të tjerë që janë në proces, do të thotë që qasja e Bankës Qendrore dhe të tregove që janë pozitiviste, mendoj unë. Ne problemet madh, ersi e diku e kemi, unë mendoj e kemi tek bashkëpunimi njëri tjetrit. Është për të ardhur keq që sepse më përmendët kostot. Pse duhet Banka Qendrore të hyjë deri tek kostot? Në një kohë që vetë operatorët kuptohet jo në shkeljet e ligjit për konkurrencën, mund të mblidhen të ndajnë kostot. Për shembull, pse të mos ketë një switch kombëtar? Ky është një ndër terma që unë kam përmendur shpesh herë. Pse duhet? Sepse nuk është se do shpikim rrotën ne. Kështu e bën Italia, kështu e bën Franca, kështu e bën Spanja, Pra çfarë do të thotë kjo? Përdorimi i një institucioni financiar që kleron transaksionet e kartave, transaksionet të këtyre fintechve me njëri tjetrin brenda vendit, pa vajt tek Visa, pa vajt tek Mastercard, që janë institucione absolutisht shumë ndihmues, por për transaksionet jashtë vendit, do na reduktonte koston në mënyrë drastike brenda vendit. Për transaksionet e brendshme është kosto e panevojshme. Të punojnë 12 institucione financiare secili tek e tek. Me software të tyre, me klerimet e tyre, me është kosto burimi njerëzor, kosto softverike 12 fish. Ndërkohë që në gjykimin tim, nëse këto 12 institucione do bashkoheshin bashkë dhe përdorin një institucion tek i cili mund të jenë dhe bashkë aksioner të 12, thjesht si ide.
Pra se janë këto xhelozira, pse e ke ti, pse e ka ka pasur një projekt të tillë dhe nuk ka gjetur mbështetje. Prandaj po them dhe kjo ka qenë edhe atëherë kur doli projekti, absolutisht e njëjta ishte me kartat, s'po them kartë lëri kartë, edhe te kartat se shkosur shumë e madhe. Ne çfarë bëm? Një për një transakcion se njerëzit nuk i dinë dhe thonë bankat i kanë kostot komisionet e larta, kartat i kanë, po pse ndodh? Nuk e dinë. Sepse një transakcion që ne dy këtu bëjmë me njëri tjetrin, edhe pse jemi dy biznese shqiptar, pra një klient shqiptar me një kartë shqiptare dhe një biznes me një POS shqiptar. Një transakcion që bëjmë ne shkojmë bëjmë spond me kosto jashtë vendit tek Visa apo tek Mastercardi dhe llogaria ime konfirmohet tek Visa me llogarinë e biznesit përballë që përdor një POS në një bankë tjetër shqiptare po të dyja, dhe paguajmë komisione kot. Ndërkohë që nëse ky institucioni i cili garanton këtë pagesë mes dy palëve të ishte brenda vendit, flas paktam për transakcion brenda vendit. Unë nuk them kur një huaj vjen në Shqipëri dhe bën një pagesë, ajo është do apo s'do do shkoj tek Visa. Ose kur një shqiptar me kartën e vet del jashtë vendit, do apo s'do do shkoj tek Visa sepse është transakcion cross border, që pra mes dy vendeve të ndryshme. Ama transaksionet, po pjesa më e madhe e transaksioneve brenda vendit. Dhe imagjinoni se sa fitojnë këto subjekte jashtë, ndërkohë që kjo pjesë, tash unë nuk them të ngeli fitim biznese e institucione financiare. Po jam i bindur që duke pas 12 subjekte, konkurenca mes tyre është e madhe, kështu që ama do reduktojnë kosto. Pra nëse sot i paguajnë Vizës 10 lek, nesër do kenë mundësi të paguajnë 5 lek brenda vendit. Vetëm duke pas këtë, pra i them që bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm. Të njëjtën gjë thashë për bankat që parë. Ka pas një rezistencë për së vërtetës të bankave për të hapur dyert, po flas në gjuhë pak të thjeshtë, për të hapur dyert për të bashkëpunuar me institucione financiare fintech, se i kanë parë si konkurrentë. Ndërkohë që kretë kundërta, unë e përmenda. Thash, asnjë qindark mos fitojnë bankat nga bashkëpunimi me një institucion parasë elektronike. Vetëm fakti që ky institucion apo këto 12 institucione parasë elektronike mësojnë qytetarin, është ajo paradhoma që thash, pra edukojnë qytetarin të paguajë elektronikisht dhe jo cash, i kursejnë bankës gjithë ato kosta nga cash. Kështu unë mendoj që ne herë rreth parë do të kemi bashkëpunim brenda sektorit mes operatorëve, mes segmente të caktuara. Duhet larg pamësi për të rritur tregun. Dhe pastaj vim tek aktori i tretë tash, se këtu thamë vetëm aktorët e tregut financiar që është qeveria. Tash në këtë rast qeveria ndoshta mund zgjedhë ta bëjë me dhunë këtë pjesë, pra me detyrim, me imponim, me ligj, me tavane, me reduktim kostosh me dhunë me radhë, që unë nuk do preferoja të ishte e tillë. Mund të detyroj biznesin në anë tjetër të përdorin, por prapë edhe kjo nuk mendoj se është rrugë e duhur. Pse nuk është rrugë e duhur? Se pastaj këtu do abuzojnë institucionet financiare. Duke qenë se biznesi ka me detyrim ta ketë POS-in aty, nuk do e çojnë në përmend institucionin financiar të uli kostot e POS, përdorim POS. Dhe kjo çfarë të bën? Në afatgjat kjo ta redukton. Pra do bëjnë të pamundur bizneset, çfarë do bëj? Se ç'kuptim ka që biznesi ta marrë POS-in ta blejë një herë aty, ta mbajë mos ta përdorë asnjëherë. Ti zërpluhu. Rreziku kryesor faktikisht. Pra nëse ti ja bën me dhunë këtë gjë, kur ai nuk shef interes në këtë lloj transaksioni, aty do rri POS. Ti jeni të bindur do e ket, do e vëmë prizë. Që kur ti vitat i morim mos ta gjobisi e me radhë, por nuk do e përdori, do rezistoj ta përdori, do t'i thot klienti që do preferohet më japësh lekët cash. Nuk punon POS. Nuk punon POS, nuk kam internet, nuk kam drita. Siç ka ndodhur dikur me kasat fiskale, u bë me dhunë atëherë shpërndarja kasës fiskale se mbani mend, ku jemi sot? Pra, dua të them që un kam ngul që vetë operatorët, agjentë ekonomik, qofshin ta individ në njërin anë, duhet ta kuptojnë që kanë përfitim nga përdorimi i instrumente elektronike dhe nuk kanë kosto, po dhe biznesi në anën tjetër duhet ta kuptojë që nga përdorimi edhe duhet ta ndjej, se jo vetëm ta kuptoj, mund ta kuptosh, por kosto pjesë janë ndaja për shemb. Po duhet ta ndjej dhe ta kuptoj që ka shumë më tepër përfitim nga pagesat elektronike se sa nga cash, atëherë mendoj që vetë tregu do zhvillohet. Siç na detyruan se në fund biznesi, para ca ditësh ishim në një konferencë kombëtare pikërisht për këtë temë. Dhe një nga përfaqësuesit e banka u rrëfye në këtë pikë, ishte shumë interesante. Tha para 3-4 vitesh, tha ne ju luteshim biznesit, i luteshim që t'ja jepim POS-in pa lekë për një vit, për ku dion me komisione e qesharake të tjerë, sepse ishte ajo strategjia që të bënin penetrim pra të shtrëngeshin. Duke qenë se ndryshoi situata, pra turistët, presioni i tyre i konsumatorit, i detyroi bizneset që të kishin se s'bën një POS, pra e pan benefitin, sepse nëse s'do kishin POS, do humnin paran nga turistët. Pra kur e pan benefitin, tashmë ata kanë ndryshuar situata. Vin bizneset dhe na tërheqin nga mënga e xhaketës, na thon duhet POS, nuk pres dot 2 javë. Kam klientë që s'më paguajnë. Pra
Unë me këtë lloj filozofie jam, pra duhen gjetë mënyrat, duhen incentivuar mendoj unë mënyrat që të ketë përdorim. Për shembull, themi qeveria do ekonomin cashless, por nuk duhet mjaftohet vetëm me strategjinë me fjalë. Për shembull, unë mendoj që qeveria mund të kishte bërë një projekt shumë mirë ta subvenciononte këtë pjesën e POS, paktën koston e POS, minimale, atë nuk është pak. Se bëri qeveria, e bëri një nga kompanitë konkurrente. E bëri për një vit, nuk e di sa mi POS solli, pra kur e bën një korporat private, unë mendoj që qeveria kam shumë më tepër akses, një e para, e dyta. Ata pse e bëjnë? E bëjnë për arsyeën që tham, se gjithë transaksionet, edhe pse janë brenda vendit, shkojnë e bëjnë ping, pra paguajnë komisione në 2 kompanitë e mëdha ndërkombëtare. Prandaj investojnë ata, kanë bërë biznes planat se nuk janë normalisht, i kanë bërë shumë të detajuara. Pra, pse mos ta bëj qeveria këtë pjesë? Pra do me të vërtet e ka seriozisht të politikën e keshit në e heqjes keshit nga qarkullimi? Absolutisht mund ta bëj. Mund të jap një dorë. Tu thotë bizneset e vogla, kush është në xhiro deri në 14 milion lekë të reja, pra biznesi i vogël fare do ketë pa pagesë. Do e sponsorizoj qeveria POS-in në mënyrë që ti pastaj mos kemi llafe ta përdorësh. Pra duhen gjetë mënyra incentivuese, me dhunë dhe me detyrim unë nuk mendoj se mund bëhet. Do të gjej ju falenderoj. Ishte kënaqësi.